Vazhdojmë me programin, pjesën prekaditorit që më vërë me zotin Balej, lidhur me disa segmente. Ky është një libër, zoti Balej, që ju e keni aty në tavolinë. Është libri i famshëm i zotit Guri, që flet për rreth 40 projektet që janë bërë për zhdukjen e këtij kombi ton, duke filluar që nga vazhdoi vetë zoti Guri. Jo, shoqja është e çuditshme, të nderuar teleshikues. Urdhë dhe libri. Le të themi 10 minuta, nuk ka nevojë ta shoh librin, se i di përmendsh pothuajse se e kanë bërë me zemër, me mendje, me shpirt, që le të themi që në këto 10.000 vjet janë formuar popujt, fiset, kombet në sidomos 2-3.000 vjet të fundit, pavarësisht se këta thonë që nga 1820 kur me që formua kombi gjerman edhe francez, nga Prusia u kthye në komb gjerman e tjerë, dhe kombet e tjerë nuk mund të jenë më para tyre. Kombi italian më vonë, 1850 ca po. Kombi grek, themi 1830. Dhe këta mendojnë, edhe shqiptarët e thonë, u formua komb 1912 e këtej. Ndërkohë që Shqipëria ka qenë komb prej fillimeve të saj të njerëzimit, që është vërtetuar tashmë në gjuhë, në ADN, në ferm, në bujqësi është vërtetuar që në mbretëri të ndryshme. Në mbretëri të ndryshme, dhe do të themi që koha që të paktën nga lufta e Trojës edhe këtej, këto 3200 vjet janë më të studiuara kundrejt shqiptarëve, po shqiptarëve në kuptimin arpnor, ilir, dardan, epirot, kundrejt tyre sa popull, aq edhe kombe, sepse jemi vetmi popull që kemi një gjuhë, fete kemi ndryshme me kalimin e mijëveçarëve dhe shekujve, po si gjuhë dhe si kom, shumë e drejtë, po si gjuhë dhe si kom, jemi ai i pari. Ai i pari, kur tonë ata 8500 vjet, si në atë që quhet bujqësia neolitike, bujqësia e parë e popullit evropian, si në gjuhë, si në ADN, që ruajmë të njëjtin ADN të neolitit, e V13, ruajmë ADN-n e epokës e kohës së bronzit, e bakrit dhe të ekrit. Dhe bile mendoj që shqiptarët me ADN-t e 3000 viteve të fundit para erës sonë, edhe 5000 vjet, ruajnë pothuajse genin shqiptar të paprekur, sidomos edhe në linjën maskullore. Pra vim këto dhe pikërisht pse kanë qenë të parët që në një pistë vrapimi, në maraton, në 100 metrësh, në 10.000 metrësh, gjithmonë i pari sulmohej, ati, ama. Dhe kundrejt gjë, shqiptarëve, arpënorëve, ilirëve i ka ndodhur 40 sulme, projekte bashkë me sulme. Të shoqëruara pastaj me strategji. Projekte bashkë me sulme se si ta shkatrojnë këtë komb. Dhe në fakt, në kombet e tjerë, në popujt e tjerë, në fiset e tjera, ja kanë arritur se nuk e dak, nuk e thrak, nuk i ke këto. Dhe gjuhën thrako e ruajnë shqiptarët, gjuhën thrako e lirë, gjuhën dako romake, romane, rumune, e ruajnë shqiptarët atë gjuti. Ka qenë ajo qafë e patës, zotë Guri, thua të shika të qafën e patës. Ajo është, ke shumë drejtë, që pushtimet kaloi, sepse Romaku e pushtoi Ilirin, po ndërkohë nuk gjen një gjurmë në ADN-n. Kjo është trajtuar në emision tjetër, kur në emision të nderuari zoti Demi, Enkel Demi, ku me të vërtetë studimet e fundit nga viti 2012-2023 pas kanë dalë në revistë, dhe ne i zotruam disa muaj përpara, studimet e konkluzionet e 2023 të ADN-s shqiptare. Dhe këta romak që pushtuan Durrës, Apolloni, apo edhe pak sa në Interland, brëndësi prapatoke, nuk ka gjurmë ADN-e. Bile nuk ka asgjurmë kulture të romakëve në Iliri. Përkundazi, ilirët u pushtuan, po i transmetuan atyre si veshje, si fjalë të kryesore, kulturën e vet. Pra, kjo është jo për të çuditur, por si ka mundësi një komb që duke qenë komb ky popull, ruajti gjuhën, fermerin, ruajti ADN-n, të paprekur, pavarësisht nga 40 sulme dhe përpjekje për ta zhdukur atë. Dhe këto fillojnë që nga koha e Romës, që janë jo pak, po janë 3 luftra me Romën, kur këto ditë në një libër që na ka ardhur si akademi, nuk që nga 3 luftra, këto janë 3 luftra dhe mëdha, po që nga janë 7, 8, 10, 155-ën, në 58-ën, në 6 para Krishtit, në 6 deri në 9 pas Krishtit. Pra janë luftrat pafundme të ilirëve kundër romakëve, që herë merrte Romaku
Romaku Salonën, kryeqytetin në Kroaci, herë merrte Iliri. Pra janë marrë me lufta, nuk e marrë me paqe. Kështu që këto janë sume që pastaj vinë për mua ose për gjithë studiuesit e Europës janë avarët, visigotët, slavët, edhe nga vetë emri slav të jugut, që do të thotë që ekzistonte Iliria me termin jug, me termin slav, po fillimisht slavët ishin sklav, skalafe, profesori tha hibridizim, nuk ka transformuar. Këtë nuk e di, na duhet të studiojmë më shumë. Më mbushet mendja. Unë nuk e kuptova dot atje, po vazhdojmë. E ka sqaruar edhe në emisionet. Kjo e kemë në fund, të lutem nxirë. Një fjali të lutem në atë të patës, jo thonë që i qafën e patës, se u alam kështu telespektatorët. Po ajo është që thonë shumë konkluzione, po sidomos se Dit Durami, që pushtimet e huaja në këtë popull kanë kaluar si ujë në shpinë të rosët, pa e prekur thelbin e karakterin, temperamentin, kulturën e shruajtur pra. Edhe bile ADN-ja e sotme thotë që e shruajtur për shkak të kanunit, e shruajtur për shkak të sepse shqiptarët, arbënorët, ilirë kanë jetuar në njëjtën male thonë ata, në të njëjtin bregdeje të palëshuar. Kjo është shumë e bukur. Që ti pushtosh ullqinin dhe përsi ullqini të jetë me marsor ullqinak apo kalariot të Shkodran. E kështë do gjë Shqip, në ullqini ke gjitha gjëra Shqip. Po ti dëbove qamët nga parga, po pra parga është me qemrit e klishter, që kur i thotë, ti di gjë ideologjia, që për momentin thotë jam grek thotë ai, për tjera babai mësoi shqipen sepse bënë trajtime me shqiptarët, po nena i thash një nga ata qamët e klishter, po nena, po sa do ti Shqipërinë dua unë Greqinë. Pra është ideologjike sot. Po ka dheun e vetaj, me emrin grek u nominuan shqiptarët që ishin atje. Tani do bëj 10 sekonda etimologji. Folëm për Atosin, për atë vendin Atos, malin Atos, që ishte mali i Zotit, kështu. Atos, dy fjalë janë shqip. Atos, sepse ishte ati, Zoti. Një, hilandar, që e pra hilandar. Kemi yll, e ata thot shoku jetë. Kemi ylli andar, më burë, ylli ndar, ylli veçuar, si që ishte ylliria këtej, Hellas ishte këtej, hilandar. Janë 3 fjalë shqipe, yll, ndar. Një ylli veçuar, ndar, ke parë është si Karabruni ai, kështu. Po, shumë e drejtë. E kupton zoti ku? Prandaj. Jam dakord. Konsideroj këto gjëra. Vim të lutem, i keme numra zoti regjisor Kela. Po, i Malli Kadare. I keme megjithatë i Malli Kadare. Nuk e lexoj dot që këtu, po kjo është një politikë e Çubrilovicit, i cili të sjellim nga Turqia, Çubrilovici. Nga Turqia, që t'i bindim shqiptarët se sa mirë është në Turqi dhe t'u bëjnë lehtësitë e nevojshme me trena, me leje dhe madje, le të kuptohet që jepet edhe shpërblim për të ikur. Kështu është edhe ajo që ne nuk flasim, i fshejmë marrëveshjet e fshehta turko-serbe, Turqia të fitoj disa miliona shqiptarë që i fitoj, dhe Serbia për t'i shkullur nga Ballkani. Dhe është e hidhur kjo që po them, dhe s'doja ta them, ky është një projekt i vjetër për zbrazjen e trojeve shqiptare nga shqiptarët. Kjo është i Malli Kadare, për cilin e shprehur me atë politikë vrastare që filloi me Çubrilovicin në 1937 dhe është duke vazhduar sot. Ai e ka hedhur në nokaut dhe Çubrilovicin dhe Vladan Gjorgjeviçin. Po, është duke vazhduar akoma sot. Atëherë ja si i përgjigjet i Malli Ismail Qemali, i cili thotë që shqiptarët duhen ta njohin historinë, sepse nëse nuk e njeh atë, nuk e do dhe nuk e bën historinë e vet. Dhe kur e përsëritet, thotë ai, përsëritet do ta përjetosh me patjetër, nëse ti nuk e njeh, edhe nuk mbajnë qëndrim ndaj asaj. Nuk është fjala për akmarrje ndaj çana kanë bërë, por për ta njohur, edhe për ta ditur dhe për ta ndalur. Semi faktet e vërteta si kanë qenë. Sepse këto fundit na bëjnë që të shihemi në sy dhe me fqinjët tanë të shihemi në sy dhe t'i themi njëri tjetrit se kush jemi në mënyrë reciproke. Kjo është shumë e bimshme si foto. Sigurisht që këto kanë ndodhur, janë fakte, nuk janë të largëta, janë të ditëve tona, 20 vjet përpara, në luftën që ndodhi me vëllezërit tanë të shqiptarët e Kosovës, ku në një autobus, mirë bëra që afrove, në një autobus, dikush një fëmijë që
qante dhe hypën gjandarmeria apo policia serbe e asaj kohe dhe merr fëmijën dhe kuptohet vetë çfarë i bëri dhe ja solli nënës. Nëna gjithmonë kujtonte se këta do apushonin me vërtet, si ushtarë që janë në mbrojtje të qytetarisë. Edhe e sollën fëmia jote pushoi. Të sheh, imagjinon doti, edhe si punë këtyre skenave janë të shumta, por nuk tregohen raste që shqiptarë mund të kenë bërë të njëjtin gjë. Asnjë rast i tillë. Nuk tregon. Po tregonte një gjyshe. I vran nipin, merre me mend, ti vrasësh gjyshes nipin, ushtarët serb, edhe pastaj ja shkelën me makinë, ka dalë në internet, ka thënë. Ja shkelën me makinë dhe pastaj i thanë i hidhua qënve. Po, pra. I thanë gjyshes për nipi. Kjo është shumë e dhimbshme, kjo që kaloi tani, që të lutem mbaj edhe një sekondë më përpara, regjia, Zoti Kela, mbaj edhe një përpara. Shikoj, kjo është shumë e dhimbshme dhe është fare e vërtet. Që nga autobusi është marrë fëmia dhe i është thyer i vdekur apo i vrarë, imagjino çfarë lloj urrëtie edukohen. Kalon çdo lloj caku njerëzor. Çdo caku që bile kam një shprehje time që edhe Freudi nuk arrin dot të shpjegoj gjëra të padëgjuara më parë. Po çfarë thot një shkrimtar i madh që ju di shumë Leo Freudi që ka ka bërë Golgotën e. Çfarë thot? Për serbët armiku më i madh është e vërteta. Ajo e rrezikon ekzistencën e tyre. Po ka dhe akademik serb që pranë tij. Ilustroja me një fjalë gjigande të Shakespeare-it, i nderuar Guri dhe të nderuar miq, që ka thënë çdo gjë e nisur me të keq forcohet me të keq e me dreq. Bukur. Që ka përkthyer i madh i Fanoli, shumë e bukur. Pra, po unë nis një gjë me gënjeshtra, me tjetërsim popullsie, e me tjetërsim feje, e me lavazh mendje, me formatim truri njerëzor, ajo do vazhdoj siç e ka thënë i madhi Shakespeare. Po unë nis me të keq, do forcohet me të keq e me dreq. Që aty që ka thënë Nën Tereza. Prandaj ne themi të vërtetat, të vërtetat që dalin. Nën Terezën kur e ftuan për një protestë kundër luftës, edhe ju përgjigj. Të jetë një protestë për paqe, tha, vi me një kemp, tha. Po protesta që të shtoj luftës lufta, për këtë nuk vita. Se që është protesta në vetë, kundra luftës. Do të thotë që ti deklamon një luftë për ndaluar luftën. Dhe kjo ishte shumë e rëndë, tha në atë kuptimi që për paqe vita, po jo për luftë kundër luftës, tha. Prandaj edhe kjo është edhe një thirrje që u bë shqiptarëve kur e thotë i madhi Petri Truka, poet gjigant i sotshëm shqiptarëve. 100 vjet na është dashur që luftën ta luftojmë me luftë. Pra, një luftë e brendshme pakte nga 1912, edhe ajo ka thënë para disa vite, duke marrë parasysh vitin e para 12, dhe thotë 100 vjet na është dashur që luftës të shpallim luftë. Kjo është edhe në situatën e sotme në Shqipëri, që ne do thoshim të kundërtën. Ne të duhet që para gjërave të mëdha që ka nevojë kombi, ne jemi askushi, ne jemi dikush që mund ta permisojmë këtë jetë, po jo ta shtyjmë me grinda, duke nxjerr vlerat dhe të vërteta. Po eksakt. Në atë kuptim po ti. Po jo vetëm të metojmë pozitivitet. Shumë pozitivitet do të marrim duke pranuar situata, duke pranuar që si mund ta luftojmë, por luftimin në thonjza për ta përmirësuar të gjë, jo luftës. Pra kjo është kuptimi dhe i të madhit poet shkrimtar Zoti Truka. Vazhdo të lutem. Kjo është i shprehje një deputete belge kur thotë që është në momentet e një diskutimi lidhur me ç'a bëjnë zakonisht, ç'a kanë bërë në raste lufte, në raste të një emocioni të tmerrshëm negativ të serbëve, kur thotë edhe ari sikur të ma merrnin unë nuk do ta pranoja, ose edhe një ari të pasur të më jepnin, do ta pranoja po të ishe ardhur prej tyre. Pra, kur unë të isha shqiptare, thot ajo, edhe ajrin sikur të ishte ajri, edhe sikur ajri pastër, të vinte vetëm nga Serbia. Pra, sikur ajri të kishte vetëm në Serbi. Dhe jeta ime të ishte e varur prej ti, siç është unë nuk ta pranoja prapë dhe. Po, unë nuk ta pranoja, në aty është ideja. Do isha shqiptare, nuk do ta blija, do të më duke përbuzje ndaj të gjitha viktimave. Pra, kjo ka që indinjuar kjo deputetja belge Marie Lizin, e ka bërë këtë në kohën e luftës së madhe të vëllezërve tanë të Kosovës në vitin 1999. Pra, ka dhënë atë, domethënë edhe sikur ajri, pra gjëja më principale e jetës për të jetuar, ABC-ja e jetës, nuk do ta mirja, pra do vdisja me pak fjalë, që vetëm se nuk mund ta mirja që ande.
Shiko, neve ky mesazh është i vlefshëm. Regjia mbaj një sekond, të lutem, regjia. Ky mesazh është i vlefshëm edhe sot, sepse të gjitha mallrat ushqimor që vinë nga Serbia, kur unë di vetëm një fakt që ka të bëjë me mielin që gatitet buka, dhe ky miell që njerëz të caktuar, bile për fat keq shqiptar tregtar, se ndonjëherë shqiptari, ndonjëherë tregtari për interesat veta kalon gjoku fij të kombit vet, shtetit vet, apo të dimensioneve që karakterizojnë një njeri kombëtar apo patriot, apo qytetar gjanë, lëm të termat patriot, po qytetar i përgjegjshëm ndaj një vendi. Prandaj ka ati dhe ama për familjen dhe atë dhe më mëdhe për vendin. Është një strukturë organizuar, mikro shteti, mikro familja, mikro kombi brenda familjes, edhe një familje më e madhe që quhet atë apo më mëdhe. Pra, këta tregtar. Dhe një më e madhe që është Evropa, të themi që do të bëhet më vonë. Po sigurisht është Evropa, që po edhe globi bie një pikë në këtë që jemi, shiqë që kemi një glob me njerëz pra. Dhe në kuptimin më të afërt tani, ndikimi që ndodh ke shqiptarët me mallra që hynë, që janë e para që janë me shumicë, e dyta nuk janë proporcion me vendet e tjera. E treta janë dalin dhe konkurrojnë dhe janë shumë më lirë se sa politikat, se sa mallrat tonë. Që një politikë e caktuar, ajo që ndodh sot në fermerët grek apo në fermerët francez, edhe ata kanë bulmet. Po s'pakit të gjeshti bulmet angles në Francë që të jetë më i ulët se çmimi, nuk ka mundësi. Por këto mallra që hyjnë nga Serbia me politika inkurajuese nga politika tona, me politika e inkurajuese pra për të qenë më i lirë se malli vënda që nuk ka mundësi të bëj rrugë të jetë më i lirë, po janë politika inkurajuese të qeverisë tonë, qoftë ajo djeshme, qoftë sot me subvencione. Po, dhe se fundit ai e ka, qoftë merr një serb me 100 euro për një lop, ky joni nuk e ka marrë të gjithë. Dhe normal që mund të dali më lirë litri për shkak të këtij kontributi shtetëror që i bëhet. Ndërsa neve s'na del, prandaj edhe mund qelloj që të vim lirë, plus te politikat dhe akoma më lirë, dhe prandaj ti gjen miell, bulmet, vajra e gjen gjithë ata nga Serbia që unë dyshoj. Por për bukën e kanë vërtet sepse është një fakt. Ndërsa për tjera nuk e di këtë bulmetin e tjera, po di them që bulmet po të mund t'i bëj thirrje shqiptarëve, nëse doni të blini bulmet, keni teknologjitë tona moderne, nuk kanë ndryshim nga Franca, nga Belgjika, nga Anglia, teknologjitë e 2-3 emrave tanë, po zë emra, në gojë, por aman i kanë parë vetë, mbasi bëra një deklaratë që jo qumshi prur kur shkone këta duhet ta përdorin, kur i kanë parë vetë teknologjitë, sot jam i bindur që teknologjitë tona të qumshit janë më se të sigurta për një produkt që ja vlen edhe vendi, edhe i përpunuar në mënyrë pa ato ingredientë apo arfa toksine e tjera, por në fundit, sa herë ka dalë? Nuk ka dalë në qumësh në bulmet i teknologjive tona me arfa toksinë, ka dalë produktet misër jo njërë, po bëna 3-4 muajve 3-4 herë. Imagjinoni se sa mund të kenë shkuar më përpara. Prandaj, kjo është dhe thirrja që dikur ishte ajri i pasur për atë që nuk do ta pranoja kur, dhe sa unë do të them, ose ne do themi një material që duhet kontrolluar që vjen nga Serbia, që unë dyshoj për qëllimet negative të ulta. Derisa ai ka hedhur bomba tërkohën. Fakti që del misri apo gruri del me arfa toksin, do thotë që këtu ka një let madhe që luhet në politikat e qeverive shqiptare. Nuk po vëdorën. Ke shumë video në internet, ka thënë dhe zoti Nustrem Plana ka parë videot e tij që të vënë një pikë pyetje të madhe. Po unë do thosha këtë, i nderuar zoti Guri, të nderuar miq, që Serbia nuk blen nga Kosova. Zero, pothuajse. Nuk blen nga Shqipëria. Ne vetëm blem, importojmë. Kemi një raport të jashtëzakonshëm të importit. Një kjo, i propozoj tregtarëve tanë, sidomos rrjeteve të supermarketeve, ta bëjnë siç e kanë në disa vende të botës, që vendosin në çdo mall vendosin flamurin e shtetit. Ky është mall gjerman, italian, serb, shqiptar, kosovar, do thënë i Republikës Kosovës, grek, të vendosin këto. Dhe populli, opinioni të zgjedhë atë që do. Po, shumë e shumë. Talo, e kanë dhe disa markete në Kosovë këtë gjë, mos gabon, dhe shumë mirë. Zoti Kela, kalo ke tjetra. Kjo është papa, unë të shpreje e kam shumë gjanë dhe e kam bërë në hyrje të shtëpisë time Bujtin Berat, ku thotë që populli shqiptar, thotë papa, është një aset i madh
për popullit e Europës. Tha Macroni, ju jeni baza, tha. Aset i madh për popullit e Europës. Kështu që kjo është një thënie. Pra, populli shqiptar. Po, populli shqiptar. Në sajt të forcës dhe rezistencës së tij në kohë vuajtjesh, si dhe gjallërisë rinore, përfaqëson një pasuri për mbar kontinentin evropian. Shumë e bukur. Po gjallëria rinore sot është një vobekësi pleqërore, do të thonë, është transformuar ku i stati jo më shumë se dje ka thënë që 49% e popullsisë, kur e thot ai që është në suazën e qeverisë, nuk i intereson dhe nuk do të atojtë vërtet në kursesiti. Dhe e pranojti 49% e popullsisë shqiptare që jashtë, nuk është më konsumatore në Shqipëri, po 75% e kësaj jashtetit janë të rinj, janë forca pune, janë forca kulture, janë forca studimore, janë forca aktive, janë forca e gjalluse që Papa Francesco e tha 30 vjet, 20 vjet përpara, por amanti ajo nuk është më aktuale sot. Prandaj edhe këtu është një thirrje për popullin shqiptar që të ruajmë të gjallëri, të freski, duke mbajtur, duke bërë thirrje jo si shumë syresh që kanë në dorë një televizion apo një publicistik të caktuar që unë mësoj djalin gjermanisht, anglisht, se si të më iki nga Shqipëria. E para njerë, që pse ka koncept, për qoftë se ka, pse duhet ta shprej, për të mbaj për vete. Si kemi rastin e një biznesmeni, s'ka rëndësi emri fare, sepse nuk është një, po janë disa biznesmen, i cili vërtet edhe thot që s'ka në gjeta. Edhe në Spanjë ta ikin 2 milion mjekta dhe vinë 2 milion nga Amerika Latine. Po ndërkohë që Spanja është 60 milion. Ndërkohë që mund të ikin Italisë 1.500.000, por Italia është 90 milion. Pra nuk është e ikin 90 milion italian dhe erë 90 milion të tjerë nga vendet e kontinentet të botës. Ndërkohë që këtu, qofse ikin 2 milion dhe vjekan 2 milion, atëre kemi bëj me një politikë shformuse, jo formuse, shformuse, me një kombë shformus, me një vëndër i shformuar, i deformuar. Pra nuk kemi të bëjmë që tu të ikëm 10.000, 50.000 dhe të zësove me punëtor. Ti po flet për 2 milion. Për 2 milion, thua ti, një biznesmen që po ta krahasosh me të njëjtet ratë karakterit të biznesmenëve shkodran të viteve 30-40, ata investonin se si të bëhesh kombi. Nësa sot ti të kërkon fitimin, por që të zhbehet kombi. Kjo nuk është, për mua nuk është politik. Pra dhe njëna qëllimet e misionit tonë është pikërisht kjo që të bëhet kombi, të forcohet. Si që edhe unë nuk e di për ty, po edhe për shumë të tjerë, unë dalë me testamenti, djalit. Qa do që tjetë i shkencëtar bje fjala për i çështje të caktuar oqeani apo deri, Shqipëria e ka vendin e këtu, dhe këtu të bëj në mos klasë politike, të bëj përpjekje e një aktivizimi qytetar për formuar një mendësi ose Shqipëri mendojnëse quhet ndryshe. Shqipëri mendojnëse me rregulla të reja, me standarde të reja, me jo luftë për kundër luftës me njëri tjetrin, por paqe dhe dashuri për të bërë diçka të mirë për vendin. Pra kjo është thirrja që bëj edhe djali, po edhe shumë tjerë. Vazhdo të lutem.